Një video së fundmi ka bërë xhiron e rrjetit, ku ka ngjallur shumë aludime mbi mënyrën se si Gjesti po mbahet brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Në video shihet teksta bisedon Rozana me Kellin, dhe ky i fundit i tregon se Gjesti nuk ishte mirë dhe se ka kërkuar të largohet nga Big Brother VIP. Ndër të tjera, Kelli i thot Rozanas se Gjesti kishte fikur mikrofonin dhe po shante produksionin, ndërsa Rozana thot se edhe mund të shaj, se çun është. Kjo bisedë ka ndodhur gjatë prajmit, ku Kelli dhe Rozana ishin jashtë për të marrë ajër, dhe produksioni sapo ka dëgjuar këtë bisedë, e ka larguar transmetimin nga këta dy dhe e ka çuar në living, ku ishin dhe banorët e tjerë. Ndërkohë kujtojmë se një tjetër video ka bërë xhiron e rrjetit, ku Gjesti shprehet se do të largohet, se do të ikë në shtëpi, dhe se nuk po i rihet më atje. Por shumica e njerëzve kanë menduar se ai po bën shaka.